Zhvillohet procesi votimit në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës për qytetarët e regjistruar për votim nga jashtë vendi, në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, votimi do të organizohet në 30 misione diplomatike, përkatësisht në 17 ambasada si dhe 13 konsullata, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës. Procesi nisi fillimisht në Turqi, ku ambasada e Kosovës në Ankara, si dhe konsullata në Istanbul hapën dyert për votuesit e regjistruar. Më pas votimi vazhdoi në shtete të ndryshme europiane, përfshi Gjermaninë, Zvicrën, Mbretërinë e Bashkuar, Belgjikën, Francën, Austrinë si dhe vende të tjera ku jeton diaspora kosovare. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës, Valmir Elezi, bëri të ditur se të drejtë vote në përfaqësitë diplomatike kanë plot 27.724 shtetas të Kosovës, të cilët janë regjistruar paraprakisht dhe kanë zgjedhur votimin fizik në misionet diplomatike. Ndërkohë, po këtë të shtunë përfundon edhe procesi i votimit përmes postës për mbi 104.000 votues të regjistruar jashtë vendit. Pas përmbylljes së procesit, të gjitha fletët e votimit të mbledhura në ambasada, konsullata dhe përmes postës do të transportohen në Kosovë, ku do të bëhet edhe numërimi i tyre. Më 7 qershor, qytetarët e Kosovës i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të kuvendit, si dhe e qeverinë e ardhshme të vendit të tyre.